Sheshi I Sitaqmas. Ky është parlamenti, për të gjithë ju që nuk e dini, ndjekësit e mi. Është fantastik, është shumë bukur. Ne erdhëm te HM-ja të hedhim një sy edhe për të parë çfarë bëhet. Njerëz që nuk e di se kush I vendos këto kapelet. Edhe Zara katastrofë si gjithmonë, por unë kam ardhur të gjej një parfum që më duhet. Nuk e kuptoj njerëzit që blejnë nga këto uljet, çfarë gjejnë o njerëz? Se sinqerisht të them të drejtën, nuk më pëlqen asnjë gjë te Zara. Ky është cleanseri që unë përdor për të hequr make-upin, duke qenë se e kam mbajtur diku tek 5-6 orë make-upin sot. Edhe është koha ta pastrojmë. Ky për mua mbetet më I miri. Edhe është gjithë kjo sasi, është 400 ml, kam shumë kohë që e përdor. Edhe është shumë e mirë. Pastrojmë fytyrën edhe natën e mirë, dëgjojmë nesër. Përsëri Temu në shtëpinë tonë. Dhe çfarë na erdhi ne? Në radhë të parë, këtu kemi një bateri për iPhone-in. Ka marrë këtë që vendoset për në makinë. Këtu ishin këto concealer, një make-up, një fondatin e vogël,
liquid. Erdhi kamera më në fund, do ta testojmë. E di që nuk është cilësia për të bërë video në YouTube, por do ta testojmë kur të na vi edhe kartë memoria, sepse nuk kishte kartë memorie, por që ishte fantastike. Unë e kam hapur, e kam provuar. Këtu çfarë ka? Edhe kjo. Është një gjë shumë e lezetshme. Për postemut, dihet ishim edhe tek Zara, siç e pat nga filmimet që dolën. Dhe dua t'ju tregoj pak këtë parfumin. Kush nuk e ka bler dhe kush nuk e ka provuar, nuk e keni iden se çfarë po humbisni. Ka një ndër aromat më fantastike. Unë në fakt kam shumë parfume, jam shumë e pasionuar. Nëse qoftë se doni ndonjë ditë mund t'ju bëj kështu një tur të shpejt të parfumeve, po ky ka një aromë fantastike. Bëjni screenshot se jam e sigurt që do ju duhet. Mora një kanatiere bazike të thjesht, kushtonte diku tek 8 euro. Mora një kanatiere bazike të bardhë, edhe këtë fundin saten që ishte fantastik. Edhe ky kushtoi 23 euro. Këto ishin bleret jona dje. Në më dorë. Nuk do biskot baby, mami. Mirëmëngjes, nga një ditë tjetër. Sot që flas është e shtunë. Edhe dolëm një cik, dhe ju të marrë një 2 gjëra që na mungojnë. Edhe sot do ju marrë me vete sepse po na bëhet një lagje panajiri. Çdo gusht bëhet panajir. Tunafin, çdo lagje ka panajirin e saj. Edhe pash që sot bëhet poshtë shtëpis tonë. Kështu që do ju marrë me vete. Nuk e di për ju, po unë fakti që marrë karocën Helion, dal nga shtëpia, më jep një super ndjesi, më jep një super energji, me thënë drejtën. Më jep kështu një vibe, gjithë këto mendime më frymëzon për të krijuar, me thënë të drejtën. Edhe shpesh herë e marr Helionin edhe dal xhiro. Në fakt që kur ka lindur Helioni, unë e kam dhirë xhiro dhe paradite dhe mbas dite. Edhe ka qenë si një lloj terapie për të dy ne, me thënë drejtën. Edhe e shijim shumë. Tani shpër flasë ora 10 mëngjes. Jemi zgjuar që në orën 8. Helion zgjet shpejt normalisht sepse flë shumë shpejt në darkë. Nesi që thash po bëhet panajir dhe shikoni pa. Pastaj gjëra antike. Ja ku jemi duke bërë drekën, unë ka vendosur mishin e pulës e marinova edhe do ta bëj me krisaria ose makarona fide. Edhe tani ta vendos për të zgjerë vetë makaronat. Kështu vendosa sot të bëj për drek, siç që thash sot kemi panajirin. Edhe jam duke I vendosur gjërat duke I bërë gati, kështu që unë do ju marr me vete për të parë dhe ju se si bëhet panajiri këtu në Greqi për të gjithë ju që nuk e dini. Jam shumë e sigur që për çdo mami, jo vetëm për mua, kur është në rregull kuzhina, është gjithë shtëpia në rregull. Praktikisht un kam qenë mëngjes në kuzhinë, edhe pse dola, erdha, edhe kuzhina është tërkohën në rëmuj. Sinqerisht nuk di, domethënë si ja bëni ju më goca që nuk ju bëhet kuzhina rëmuj, ose po ju bëhet si ja bëni që e sistemoni, ja dilni, si ja dilni, se me thënë të drejtën shumë vështirë është
Që të qëndroj kështu e pastër, e rregullt e bukur që gjithë kohës, ja, sa ngrihesh në mëngjes, do bësh mëngjesin, pastaj do bësh drekën, pastaj mbaroj dreka, do bësh darkën. Edhe kështu, shqyqyr që kemi këto pajisjet që na e bëjnë më të thjeshtë gjithë procedurat, edhe kështu, ishte kuzhina e mbarova. Ju thashun juve që do vija në pazar, do me thënë, do bëj panajir, kështu bëhet panajiri. Ka peshira, ka roba, ka kështu pjata, ka gjëra antike. Po ato I kalova, harova të po bëja video, po që doa bëj dhe ato. Në gjëra interesante në panajir. Panajiri zjat 2 ditë, është sot dhe nesër. Edhe këto janë sapun. Ja fëmija im që u influencua dhe do lëpirse. Për herë të parë në jetën e tij provon lëpirse. Qa do? Do lodrën atje? Qa do? Do lodrën atje? Mirëmëngjes, nga një ditë tjetër. Ne po bëhemi gati sepse do dalim. Po bëj një make-up të thjesht, pak blush, qërpikët, buzët edhe ikim sepse jemi vonë. Make-up I done. Kështu duket. Diçka e thjesht, por që duhet të nxitojmë. Ne u veshëm, u bën gati, u vesha këtë funi saten që ju tregova nga HM-ja, bashkë me kanatierën që e bliva po te HM-ja. Ky zotria këtu është veshur kështu, edhe ikim sepse jemi shumë vonë. Injoroni rëmujën time këtu mbrapa. Kaq kështu duket veshja. Ku kemi ardhur njerëz? Urdhëro çfarë bëjnë kur shkojmë ne vizit diku për të kënaqur fëmijën. Nxjerrin gjithë arsenalin me lodra. Helion. Urdhëroni. Ja, mezi e ka këtë kunatën, kunata I. Se kunat I themin edhe kushirës së burrit. I bëri frutat, gati. Mëngjes, nga një ditë tjetër. Unë sa u përgatita mëngjesin tim. Helion ndërkohë është duke ngrënë mëngjesin. Edhe na bëf të mirë. Sot për drek kam vendosur të bëj pastat që them unë çat kesh në frigorifer. Do bëj pasta të ftohta, do I zi tani makaronat, edhe do I hedh brenda majonez, ullin, mozzarella, parmigiano, do hedh domate, kastravec, tono, edhe çat më dal tjetër kështu, çat nuk kem aty në frigorifer, do a hedh brenda edhe do a tregoj si bëhet rezultati. Tani fillon nga puna shpejt e shpejt që ti gatuajmë. Ne sot nuk dolëm, edhe pse si ditë e diel është sot që jam duke filmuar. Nuk dolëm duke qenë se babi kishte punë, edhe unë jam marrë me disa punë në shtëpi. Kam larë shumë lavatrice, duke qenë se këtë javë kam dalë goxha shumë. Edhe kam larë lavatrice, kam ndër roba, kam blet roba, ndërkohë dhoma e garderobës është full me roba. Por do gjej kur t'i sistemoj dhe ato, kështu punët I bëra gjitha sot. Sot mëngjes lava dhe balkonin, e kam pirë kafen rehat në balkon, është super freskollëk. Më thoni dhe juve si e kaluat javën, fundjavën, më shkruani në komente se çfarë bët ju në një gjë interesant.
Do gri domate dhe kastravet. U kujtova që i pas kam të hapur. Këto pasta tani në ver janë fantastike. Tani, unë I hef të gjitha këtu, që t'i kem më kollajt për t'i transferuar. Bëjmë që pauzë të video që jam duke parë. Edhe vazhdojmë. Do t'i hef majonez. Tani do njëra do thoj që shumë thjesht do me thënë, por që unë po a tregoj si bëj unë mënyrën time. I hef majonez. Kjo është më tepër tani në verë si sallatë vere se sa pasta. Do t'i hef mozzarella. Do t'i krish parmigiano. I hef domate kastravet që I grim në qypar. Këta ullint janë të preferuarit e mi. Po ju tregoj pak. Kur kam qenë shtatzan me Elionin, unë nuk kam pasur këshu njepse, them të drejtë, kam ngrënë këshu gjellra shpije, kam ngrënë çdo gjë që gatuhej në porcione shumë vogla, madje edhe kilogram, mora 10 kg mora me Elionin. Por pastat e mia të preferuara dhe gjëja vetëm që I kërkoja motrës time, sepse ajo gatuan në mënyrë fantastike. Të vetëm gjë që unë I kërkoja ishin pastat me tono, me këto ullin të vegjël, edhe nuk va shpjegoj dot dhe me salcë, nuk va shpjegoj dot, do me thënë nepsin tim për këto lloj pastash. Edhe madje nuk ja kam kërkuar më, po do ja kërkoj. Kur ta shohim këtë video, besoj se do më thoj vetë që a do që t'i bëj ato pastat? I qan, do me thënë. Edhe unë këta ullin jam e dashuruar në këta ullin. Tani, do grim edhe. Unë në fakt ta sallatorë të shi nuk është I kam shumë qef. Megjithatë po gri nja 2. Edhe pastaj kur të heq pjesën time, do I hedh një tono e cila është e përzirë me misër, me bizele, sepse im shoq nuk I ka qef. Edhe më duhet që të bëj këtë ndarjen e porcioneve. Nuk e qenë sa I si ka qef, unë do ja hedh vetëm pjesës time. Kështu duket. E ndava pjesën time më njëm. Edhe do hedh një si kjo tono, kështu, me ullinje dhe me misër çfarë s'ka brenda.
Edhe pastat janë gati. Ku po jetim ne? Pekim të parku? Pekim të parku? Tada! Ne pekim të parku. Si që shikoni, rrugët janë bosh. Të gjithë janë me pushime dhe Athina më bosh se në gusht nuk është asë një herë. Unë në fakt nuk mërzitem të drejtën që ndodhem në Athinë dhe pse është bosh. Edhe pse e super shijoj, sepse kështu është kur I bën pushimet qershor dhe korik. Edhe në gusht detyrohesh të kthehesh, sepse kemi dhe punët tona. Kështu që nuk mërzitem, me thënë drejtën. E shijoj këtë qetësinë që ka në këto momente Athina. Po më thoni juve, më shkruani në komente se ku po I kaloni pushimet tuaja, se nga shkuat ose nga do shkoni. Merda shpejt në supermarket se çdo gjë është mbyllur, ka disa supermarkete hapur. Edhe mora këto dukosat të Helioni që I hapi mëngjes, por këtu te ky sektor jella për këto letrat e lagura. Tani përdorim që për të fshirë çdo lloj gjëje, por ja super vlerë. Këtu janë 2,20 pako, ndërkohë që kur isha në Shqipëri e pash që vetëm një copë në kjo kushton 2.500 lekë. Bëni vetë llogarin. Ja ku e keni. Çfarë bëjmë ne si fillim jave? Ndërojmë gjithë çarçafët. Edhe pse tani në veri ndërojmë çdo 2-3 ditë, sot ishte radha. Okej, besoj se u kuptua sa do zjasi krevati I rregulluar. Nuk ju kam folur shumë në këtë video, ose ndoshta ashtu mendoj unë. Unë mbrëm kam xhiruar thonjt, këta janë thonjt e mi që bëra. Është një video që ta hedh më njan, nuk ju ta hedh përpara kësaj apo mbas kësaj, gjithsesi ju ta shikoni. Jam kënaqur shumë sepse kemi treguar story time dhe unë mendoj se kësaj video si ka ardhur fundi. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, më lini koment, bëni një like, një share, një subscribe, sepse është falas. Dua t'i falenderoj shumë për suport. Si gjithmonë do të shihemi te video radhës. Paçim!